Mangot nuk janë vetëm të shijshme, por edhe të pasura me dobi të ndryshme për trupin e njeriut. Duke bërë një përmbledhje të vlerave ushqyese mund të veçohen vitaminat A, C, E, K dhe B9, të gjitha shumë të rëndësishme për një metabolizëm dhe fizik të shëndetshëm. Mineralet e ndryshme dhe fibrat janë gjithashtu të rëndësishme për funksionet të sistemit imunitar, të tilla si ndihma e tretjes, ekuilibrimi i yndyrnave, sheqernave, shëndetin e lëkurës e të tjerë. Vendet që kultivojnë mangon janë ato me klimë tropikale dhe subtropikale, duke nisur nga India, Kina, Tajlanda, Pakistani, Indonezia, Meksika, Filipinet, Brazili, Nigeria dhe Bangladeshi. Piepri është në vendin e 5. I pasur me vitamina A dhe C dhe një burim i mirë i kaliumit, piepri kategorizohet si frut ndër më freskuesit dhe të ushqyeshmit. Ai zotëron në sasi të konsiderueshme vitaminën A, C dhe B9, të gjitha tepër të rëndësishme për rritjen dhe zhvillimin e qelizave. Piepri është gjithashtu i pasur me kalium dhe fibra, të gjitha këto cilësi e bëjnë tepër të dobishëm për shëndetin e syve, forcimin e sistemit imunitar, rregullimin e presionit të gjakut e të tjerë. Piepri rritet në klima të ngrohta dhe me diell dhe disa nga vendet kryesore prodhuese janë Kina, Turqia, Irani, India, Shtetet e Bashkuara, Spanja, Maroku, Egjipti dhe Guatemala.